apo shtetit të troplinve, farrukve, hajrove, shërbëtor i të cilve është Altin Troplini. Ky është shënimi që i lash sot për të gjithë shqiptarët, por dhe për punojësit e prokurorisë dhe të BKH-s dhe të gjithë punojësit e drejtësisë. Tani, të dashur qytetarë dhe qytetare, sot do paraqes para jush të gjithë mbrojtje që Edi Rama apo Ramaduro i Tiranës i bën delinkuentes Irena Gjoka, e cila është personifikimi më autentik i narko shtetit shqiptar dhe funksionimit të sistemit juridik të tij. Kështu, me 26 tetor 2023, kërkesës së avokatëve të mi për dorëheqje për konflikt interesi me që ishte shkarkuar nga KLD-ja në vitin 1996, Irena e refuzoi, sepse me pretekstin se ju nuk keni dokumenta. Pra, unë jam shkarkuar, thoshte ajo, po ju se keni dokumentin. Në nëntor të vitit 2023, KLG-ja i jep avokatëve të mi vendimin e KLD-s për shkarkimin e Irena Gjokës në vitin 1996. Por 2 javë më pas, ky institucion gënjen deputetët e PD-s duke ju shkruar se gjoja nuk ka vendimmarrjet KLD-s në vitin 1996. Pra shikoni, institucion shtetëror i cili 2 javë më parë kishte dhënë vërtetimin për vendimin e shkarkimit saj, madje dhe kopje e vendimit të shkarkimit, 2 javë më vonë u përgjigjet deputetëve të PD-s se një vendim i tillë nuk ekziston pasi merr urdhrin nga Edi Rama. Me 3 dhjetor 2023, kërkesës së avokatëve të mi për dorëheqje për konflikt interesi me që ishte shkarkuar nga KLD-ja në vitin 1996, bashkëngjitur me vendimin e KLD-s, nuk e pranoi përsëri, sepse jo se tashmë nuk kishte vendimin, se kishin vendimin, por sepse sipas saj ky ishte një vendim kolegjal, duke dëshmuar një ignorancë të plot totale, sepse KLG-ja kryesoi në atë kohë dhe për vite me radhë nga presidenti i Republikës. Në mars të 24-s, Gazeta Tanea boton shkrimin se Irena Gjoka është dëbuar nga Greqia si falsifikatore. 5. Në mars, me 4 mars të 24, KLG-ja nxjerr deklarat në mbrojtje të Irena Gjokës në vend që ta hetonte atë. Pra, betohet për virgjërinë politike të Irena Gjokës, edhe korruptive. Imagjinoni ju se çfarë institucioni është ky. E merrni vesh apo jo, betohet për te, për kokën e Irenës. Me datën 4 maj 2024, e shtunë dhe e diele Pashkës, Gazeta Prototema nxjerr vendimin e gjykatës për dëbimin e Irena Gjokës
me datën 7 maj 24, Prokuria e Përgjithshme deklaron se po nis hetim të thelluar. E kuptoni pra, Prokuria e Përgjithshme thot po nis hetim të thelluar në datën 7 maj të vitit 2024, një vit e gjysmë më parë. Pra, mbi 18 muaj, hetimi i thelluar mbahet të shqyrtar. Me datën 2 maj të vitit 2025, gjykata e Janinit zgjon vendim me vulë apostile, jo vetëm për dëbimet e Irenës, por dhe për vendimin penal të formës së prerë. Me 5 maj 2025, paraqita këtu para jush dokumentin me vulë apostile, të cilën e mori vesh edhe pa e gjithë Shqipëria. Me 5 maj të vitit 2025, delinkuentja Irena Gjoka mohon që t'jetë dënuar ose dëbuar nga Greqia në një intervistë që i dha gazetës Bir, çka përbën një mashtrim publik dhe në terma ligjore përbën një krim në vazhdim. Me 6 maj 2025 del prokura e vitit 2003 që Irena Gjoka kishte lëshuar për noterin në firë për të marrë avokat që të kundërshtonte vendimet e dëbimit nga Greqia, pra bie alibia që kishte djeni. E kuptoni o zotëri se kush janë këta? Çdo epitet meritojnë që vendosin për fajsin apo pa fajsin e qytetarëve shqiptar, për mbrojtjen e interesave të tyre ligjore, për ndërshkimin e kriminelve, pra urdhoni që ndodh me ta. Me 7 maj, tani pristi, me 7 maj 2025, Altin Troplini deklaron fillimin e hetimit pa emër para prak. Këtu do ndalemi. Hetimi para prak është forma më korruptive e hetimit e aplikuar nga Altin Troplini në rastin e Irena Gjokës, në rastin e Mek Gonigal, në rastin e Aman Josifit dhe në të gjitha rastet ku ai pret gjoba të mëdha